Me njërë çmimet të naftës, do më lejoni vetëm pak minuta, për shkak sepse sapo më erdhi një denoncim që lidhet me shkeljen brutale të lirive dhe të drejtave të njerëzit në Shqipëri nga ana e policisë së shtetit. Dje, unë dhe kolegu im Agron Sheaj ndodheshim në Rjoll, në mbështetje të banorëve të Rjollit, që janë në ditën e 100 të protestës së tyre, dhe teksa ishim me ta në pranin e forcave të shumta policie aty, kalon një makinë e një të riu që quhet Zef Shlaku, një imigranti nga Anglia. Zefi sapo kishte zbritur nga aeroporti Rinasit, kishte marrë një makinë me qira, i kalon rruga aty, ndalon makinën, na përshëndet të gjithëve dhe shan qeverinë e Edi Ramës. I turret policia dhe ndalon makinën, është e filmuar. Por, për shkak se ishëm ne aty, dy deputet, policia e latë kalonte, por çfarë ka ndodhur? I kanë turrur një makinë policie nga pas dhe e kanë çuar në komisariat. E kanë mbajtur 4 orë. Ja këtu kemi dhe proces verbalin. 4 orë në komisariat Zef Shlaku. U kthye nga Anglia. Dhe nuk e lejuan të shkonte të takonte prindërit e vet, por e çuan në komisariat 4 orë dhe po i hapin proces penal për fyrje ndaj dhe kanose ndaj punonjësve të policisë. E turpshme. Pse? Sepse kritikoi qeverinë e Edi Ramës. E shikoni që bëni ju? Pse ndaloi makinën aty, përshëndetje protestuesit, kritikoi qeverinë, e ndoqi patrulla policisë, i ka blokuar makinën me qira, ja ka sekuestruar, sipas aktit këtu, e ka mbajtur 4 orë në komisariat, të riun nga veriu që po kthehej nga Britania e Madhe. I cili thoshte, kam të drejtë të shaj qeverinë e Edi Ramës, se dhe në Angli e shaj qeverinë që është në pushtet atje. Është e drejta ime si qytetar. Dhe çfarë ndodh këtu? Po guxove të flasësh të protestosh, edhe shqiptarëve që vinë këtu në Shqipëri të takojnë familjarët e tyre, të arrestojnë, të sekuestrojnë, të ndalojnë të takosh familjen. Ky është shteti policor. Ka 3 muaj dhe nuk flet njeri për Rjollin. Kjo është e turpshme. Nuk mund të shkojë gjendja deri këtu. Të kapi policia qytetarët pse kritikojnë qeverinë e Edi Ramës. Është e gjitha e filmuar, e kemi publikuar ne dje. Nuk ka shara si polic i riu nga Anglia, Zef Shlaku. Pa e kanë ndjekur sikur është trafikant droge, nuk e lejuan të shkojnë në shtëpi dhe e mbajtën 4 orë në komisariat. Dhe procedim penal. Shteti policor i juaj. Tani, për të çmimin e naftës. Është absurde se si ne sot do miratojmë një akt normativ i cili nuk do hyjë në fuqi. Nuk do hyjë në fuqi. Doli lajmi që presidenti Trump dhe Irani mund të arrijnë një marrëveshje, ranë me 11% çmimet e naftës në bursë, bordi sot e uli me 10 lekë dhe praktikisht këtë do bëhet të pasbatueshme, sepse nuk shkon çmimi 220 lekë. Por çështja është diku tjetër. Sepse edhe pa hyrë në fuqi ky akt i çuditshëm normativ, Shqipëria është në 10 vendet me çmimin më të lartë të naftës në botë. Urdhërohet zoti ministër, sapo e printova, është nga Global Price Today, që monitoron çmimin e naftës në mënyrë ditore, dhe vendi me çmimin më të lartë në botë është Hong Kongu, pastaj fillon Malawi, Singapori, Danimarka, Zvicra, Holanda, Finlanda, Izraeli, Liechtensteini, Shqipëria. Prit. Më të lirë se ne e ka Monaco, një nga shtetet me standardin më të lartë të jetesës në botë. Po e kemi më të shtrenjtë edhe se Britania e Madhe. Më të shtrenjtë edhe se Belgjika, edhe se Franca, edhe se Gjermania, edhe se Suedia. E kuptoni ju? E kuptoni? Pra ne kemi më të shtrenjtë se Britania e Madhe, ku pagat mesatare janë të paktën 5-6 herë më të larta. Por The Enterprise World, një website shumë i respektuar, për muajin prill, nxjerr këtë tabelë, 10 vendet me çmimin më të lartë të naftës të botë. Valvitet dhe flamuri shqiptar këtu. E kuptoni?
Pra, ne jemi bashkë me Zvicrën, me Danimarkën, me Hong Kongun, me Singaporin, me Holandën, me Greqinë. Më falni, çfarë është kjo? Si mundet që shqiptarët e varfër të paguajnë një nga çmimet më të shtrenjta në botë? Si mundet? Dhe ju e dini shumë mirë që kjo që po miratojmë sot, që mund ta ulte çmimin e naftës me 9 lekë, me akcizën, nuk do hymë në fuqi. Sot që kemi 196 lekë për litër, është shumë lart ky çmimi i naftës. Dhe në një ekonomi në zhvillim si e jona, zoti ministër, ky çmim i lartë i naftës është një penalizim i rëndë, sepse rrit çdo kosto në ekonomi dhe ju e dini këtë gjë. Sepse fakti që ju jeni të paaftë dhe keni futur shumë taksa në çmimin e naftës, ky është problemi juaj, nuk duhet të ishte problemi i shqiptarëve. Por ka dhe një problem tjetër, që ju nuk e zgjidhni dot, që është kontrabanda e naftës. Mjafton që shikosh të dhënat e para 2-3 viteve, të 2022, të bësh një krahasim të thjeshtë. Kosova, në 2022, për shembull, ka 400.000 mjete dhe zhdoganon 800.000 ton naftë, dhe pjesë më të madhe nga portet tona. Ndërkohë, Shqipëria, që ka rreth 800.000 mjete, zhdoganon 620.000 ton. Pra, është afërsisht gjysma në raporti me mjetet. Gjysma më gjysma. Dhe nëse do llogarisësh se sa taksa ke humbur ti, janë gati 70 miliard lekë ose 700 milion euro çdo vit. Llogariteni vetë se çfarë mund të bësh me këto para, me 700 milion euro në vit. Minimumi do të dyfishoje pensionet. Minimumi. Por, me që nga dhe ministra Ibrahimi këtu, e cila ka këmbgulur disa herë që pavarësisht rritjes së çmimit të naftës, mesatara që një familje shqiptare harxhon për naftën është 3% në muaj. Është kështu apo jo? Keni thënë 3%? 3%. Okej. Zoja ministre, po të lexoj një mesazh që sapo më ka ardhur. Unë jam një mësues në Tiranë, bashkë me bashkëshorten time dhe kemi 2 fëmijë. Pagat tona janë afërsisht 2.1 milion lekë të vjetra në muaj. Jetoj me qirana Astir, ku paguajmë 450.000 lekë të vjetra në muaj. Kemi një makinë të vogël, një Renault Megane e 2012-s me motor 1.5 nafte. Ajo harxhon rreth 7 litra për 100 km në Tiranë. Nëse nuk lëvizim ndonjëherë të dielën në Durrës, ne shpenzojmë diku 1200 km në muaj. Me çmimin e sotëm të naftës janë të paktën 170-180.000 lekë në muaj. Dua të di, thot, nga e nxjerr 3% të buxhetit për një familje, që thot ministrja, kur ne harxojmë afërsisht 10% të buxhetit të familjes tonë vetëm për naftën, me një makinë modeste që kushton diku te 3.000 euro, në motor 1.5. Dhe po flasim për një familje që janë çift mësuesish, që janë mbi pagën mesatare dhe që janë shtresë mesme në Shqipëri. Pra si mund thua që kjo familje harxhon 180.000 lekë në muaj, me shumë kursim, që bën rreth 40 kilometra në ditë, ju thoni harxhon vetëm 3%. Nga i nxirni ju këto shifra? Llogarisni dhe karburantin tuaj falas si ministre ju dhe bëni thjesht një shumatore? Po si mund të talleni me njerëzit shumë, me familje shqiptare? Kur dihet që rritja e çmimit ndikon direkte, nuk ndikon direkt vetëm te pompa e naftës, ndikon edhe rritja e çmimeve të çdo produkti dhe shërbimi në Shqipëri, është e lidhur kjo. Ne jemi një ekonomi që vetëm lëviz nga nafta. Ndërkohë ju thoni 3%. Si që nga 3%? Urdhro jepi përgjigje këtij çifti mësuesish që jeton në Astir. Kanë 2.1 milion lekë të ardhura në muaj. Pra një mesatare mirë në Shqipëri. Jeton dhe me qira, kanë 2 fëmijë, ka një makinë të vogël fare dhe thot 1200 km lëvizim, 40 km në ditë. Pra sa të marrin fëmijët të shkojnë, nuk bëjnë gjë tjetër. 40 km dihet sa është. Të lëvizësh një orë e pak në Tiranë. Dhe harxojnë 170-180.000 lekë në muaj. Nxirreni ju 3% tani për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu, Po, ndjes. Ministrja Ibrahimaj. Thjesht për një sqarim, unë vetë nuk bëj asnjë kalkulim, as përqindjesh, as shpenzimesh familjare dhe kur flas në parlament, flas me shifra zyrtare, me statistika zyrtare dhe flas me shifrat e Instatit.
Dhe nuk jemi këtu për të folur për një individ konkret, për shpenzimet e mia, apo tuajat, apo të kujtdo deputeti në parlament, apo të një familje konkrete. Metodologjia që përdorin stati për të matur shpenzimet mesatare të familjeve shqiptare është një metodologji e cila është e miratuar nga Eurostati, është motamo me metodologjinë që përdorin të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë vendet që janë kandidate për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe sipas kësaj metodologjie, përqindja që paguajnë familjet mesatare shqiptare për karburantën është 3%. Mund t'i referoheni shifrave zyrtare, statistikave zyrtare dhe jo një opinioni, një familje konkrete, pasi mund gjejmë familje që kanë 0 shpenzimin e naftës dhe familje që kanë 10%, 15%, nuk mund të bazohemi në raste konkrete, por duhet të bazohemi në një rast apo në 2 raste konkrete, duhet të bazohemi në metodologji dhe statistika zyrtare. Këto janë shifrat që përdor unë, këto janë shifra mbi të cilat hartohen politika. E vërteta është që familjet shqiptare shpenzojnë më shumë për energji elektrike se sa për karburant. Dhe e vërteta është që çmimi i energjisë elektrike në ekonominë shqiptare, në Shqipëri, për konsumatorët familjar, është ndër më të ulët. Faleminderit. Faleminderit. Jo, po s'jap dot se mund të bëni replik mbi replik. Zoti Klevis Balliu, përgatitet zonja Elda Hoti. Fillimisht dua të uroj përzemërsisht qeverinë dhe organizatën kriminale Takshit që Mirlinda Karçanaj ju zbut masa, pasi i gjetën pasuritë që kishte fshehur, ato pasuri që mohonte Edi Rama, pasi i gjetën 4 apartamente dhe disa llogari bankare, pasi gjetën pasuritë që ka vënë kurriz qytetarëve shqiptar, gjykata e lartë vendosi që ishin mjaftueshme këto pasuri. Ishte mjaftueshme kjo zhurmë, tani ajo mund dalin detyrim paraqitje, ndërkohë që sistemi i drejtësisë, ata cilët kanë protestuar kundër organizatës kriminale Takshit, sot i mban në burg me masën e arrestit, mas arresti me burg. Ndërkohë që Karçanaj është e lirë, ndërkohë që Agasi është i lirë, ndërkohë që Lubia është e lirë, çdo hajdut i mundshëm është i lirë. Të vetmit që janë arrestuar janë ata që kanë protestuar kundër korrupsionit. Kjo është vdekje e sistemit drejtësisë, për këdo që ka pasur ndonjë shpresë, nuk mendoj që sot është më dita për thënë se do të bëhet më mirë. Për sa kohë drejtësia ka kundër qeverinë dhe gjithë këtë pushtet, drejtësia nuk do mund të bëjë dot drejtësi. Drejtësia nuk do jetë drejtësi. Do tjetë vetëm një instrument tjetër që ka kapur ky pushtet, pushteti i Edi Ramës, për ta përdorur si do ai. Çfarë do lloj gjuhë, qoftë kjo shqip, anglisht, gjermanisht apo çfarë të doni ju, nuk mund vi askush të justifikoj mbrojtjen që i bëhet pushtetarëve të korruptuar nga institucionet shtetërore dhe nga vetë kryeministri publikisht, ndërkohë që mbahen në burg qytetarë që kanë protestuar pikërisht kundër këtyre aferave. Sot gjithashtu, se ne jemi kthyer në një shtet kartoni, 55 studentë të Akademisë Sigurisë janë helmuar nga një kompani e cila prej muajsh është denoncuar nga një nga televizionet e Shqipërisë si një kompani problematike me shpërndarjen e ushqimit dhe me cilësinë e ushqimit. Po kush e ka dëgjuar? Ju ja keni dhënë përsëri asaj kompanie dhe rezultati është ky. 55 studentë të Akademisë Sigurisë janë helmuar dhe nuk mban përgjegjësi kush, nuk flet askush, sepse duan të fshehin manovrat me tenderat që u japin miqve të vetë pushtetit. Ndërkohë që qytetarët helmohen. Helmohen qytetarët me këtë ushqim, me këtë cilësi katastrofë që rrezikohet jeta kur hanë, ndërkohë që çmimet e këtyre ushqimeve janë njësoj me Gjermaninë.
janë njësoj me Francën, janë njësoj me Italinë. Për çfarë arsye? Taksat. Taksa. Ne kemi taksat më të larta në rajon. Ne kemi më shumë taksa se çdo vend tjetër në rajon. Është ky çmimi i naftës, për cilën opozita ka sjellë një propozim që mohohet vetëm për një arsye që pse e sjell opozita. Dhe për një arsye tjetër që nuk ju intereson. Çfarë ju duhet ju në fund ditës? Çmimi i naftës. Ju nuk e keni problem. Se ju nuk përdorni parat tuaja për të mbushur makinat. Ju përdorni parat që ju vidhni qytetarëve shqiptar. Të mbushni makinat tuaja dhe qefet tuaja. Si ka mundësi që çdo qytetar shqiptar shkon deri në Maqedoni për të mbushur makinën me naftë, ndërkohë që çdo oligark i rajonit vjen për të mbushur jatin me naftë në Shqipëri? Sepse për jatin këtu është më lirë. Kurse për qytetarin këtu është më shtrenjtë. Pa qytetarët në makinat e veta duhet shkojnë në Maqedoni, apo ku do tjetë në rajon, kurse të pasurit e mdhejnë miq tuaj mund të vinë këtu se ja keni ullur çmimin e naftës. Kjo qeveri të nderuar qytetar kërkon që të uli aksizën vetëm me 20% vetëm atere kur çmimi i naftës shkon 2200 lekë për litër. Dhe nga vetë qeveria, kjo ka ndodhur vetëm në 5 ditë. Pra do ta ulin me 80 lekë. Me 80 lekë. Dhe ulet po me 80 lekë, edhe po shkoj çmimi i naftës 2500 lekë për litër. Prap me 80 lekë. Nga kjo skem, gjatë kësaj kohës luftës së të krizës madhe, kjo qeveri ka përfituar 10 milion euro më shumë nga TVSH-ja. 10 milion euro më shumë. Shka mundësi që kjo qeveri në çdo krizë fiton vetëm para. Sepse këta krizën e shohin si oportunitet për të vjedhur. Këta krizën e shohin si një mundësi për të vjedhur në Rat Tërmeti, ç'a bën? Ngritën ministrinë e fatkeqësive, bën ato pallatet e ndërtimit, një 4-5 drejtori kanë burg sot, sepse shkatronin pallatet dhe jepnin leje ndërtimit të tjerëve. Kur pastronin parat e drogës, parat e korrupsionit, i prisheshe shtëpia qytetarëve. Keni qytetarë në Vorë s'kanë marrë shtëpiat akoma. Ka qytetarë kudo, nuk kanë marrë shtëpiat akoma. Kurse ka nga ata që kanë marrë shtëpiat, cilat as nuk janë prishur. Janë bërë me nga 2-3 shtëpi. Këto e kanë bërë çdo fatkeqësi, këta gjenë një formë për të mbushur xhepin. Dhe e mbushin xhepin mirë. Këto para që vidhen, kujt i vidhen? I vidhen popullit më të varfër në Europë. 23.4% e qytetarëve shqiptar në vitin 2025 jetonin me $8 dita, po njësoj sot, me $8 dita. Ja kush? Me $8 dita. Çfarë mund blesh me $8 dita? Dhe këtyre qytetarëve me $8 dita, këto u rrisin çmimin e naftës, me taksat e veta. Këtyre qytetarëve këta nuk pranojnë të bëjnë lehtësira, nuk pranojnë projekt ligje që i shpëton, po vazhdojnë t'i varfërojnë sa më shumë, sepse duan që t'ikin, të largohen. Tu të mbeten vetëm patronazhista dhe administrata e fryrë, që kanë fryrë këta, që pagojnë taksa qytetarët dhe kanë çuar administratën deri në 200.000. Si ka mundësi 200.000, ne 2 milion banor jemi. Se kanë ikur. Tu bie popullsia, po rritet administrata. Vetëm Shqipëri ndodh, s'ka vend tjetër që ndodh kjo. Shqipëria është plot sot një nga vendet më të rrezikuara për varfërinë. 45% të qytetarëve shqiptar rrezikojnë të shkojnë në varfëri ekstreme. 45% qytetarëve shqiptar rrezikojnë të shkojnë sot në varfëri ekstreme. Dhe këtu nuk merr masa askush. Pse? Se duan që t'ikin. Këta nuk e kanë hallin tek qytetarët. As nuk duan t'ja dinë. As se mbjetojnë apo jo, kanë probleme me çmimin e naftës apo jo, kanë probleme me ushqimin apo jo, a kanë mundësi sot rrit blejnë një shtëpi apo jo. E vetmja gjë që u intereson është të krijojnë artifica dhe mekanizma dhe afera korruptive për të akumuluar sa më shumë para dhe pasuri që të mbrojnë pushtetin. Të mbajnë pushtetin. Dhe kur dikush qohet dhe i kundërshton,
ata i sulin banditët me uniform që ka vendosur Ergy Sagasi. Kur dikush qohet dhe kundërshtojnë, këta i fusin burg. Si ka mundësi që qytetari që proteston kundër krimit futet në burg, ndërkohë kriminali që vjedh, ca rrin në parlament, ca rrin gjezdisin të lirë në për Shqipëri. Të nderuar qytetarë, ne këtu mund të flasim gjatë gjithë kohës për këto çështje, po e vërteta është që ju këto i ndjeni në xhepin tuaj. Mjafton të shikosh sot që në Shqipëri nuk ka më investime. Në 3 mujorin e parë të 2026-ës ka më pak investime dhe më pak shpenzime për interesa publike se në 17 vite. Dhe arsyeja janë vjedhjet. Arsyeja janë sepse këtu kur bëhet projekti, ndahet fondi, po fondi humb para se të fillojë projekti. Se shkon tek xhepi i ndonjë pushtetari. Ndaj të nderuar qytetarë, nuk mund të ketë asnjë zgjidhje tjetër kur një qeveri vendos që ta shpalli popullin armik duke varfëruar atë çdo moment, në çdo sekond, përveç se një reagimi qytetar në protesta paqësore kundër një pushteti që ka për mision vjedhjen, që të mbrojë parat që u ka vjedhur pikërisht juve. Nesër ju ftojmë që të bëhemi pjesë e kësaj proteste jo për interesa partijake, po kushdo që mendon që çmimi i naftës nuk është i drejtë për këta qytetar, kushdo që mendon që sot mbi taksohet, kushdo që mendon që pushtetarët që vjedhin duhet të jenë burg. Faleminderit, fjalën e ka zonja Elda Hoti, përgatitet zoti Redi Muçi.